me plugun me denoncimet e opozitës është që ekziston një ekonomi dhe një Shqipëri paralele si realitet virtual ku drejtorët e gjithë institucioneve kanë një valle hajdutësh ku thithin të gjithë gjakun e shqiptarëve praktikisht. Ata janë dhe biznesi, ata janë dhe shteti. O Flavio, drejtorut bashkiet e Pelene. O Flavio, nuk kanë buk njerëzit hanë atje, o miku jem. Nëse Tirana nuk e kupton, se nuk e di, ndoshta s'ka familjar që jetojnë. Ai është një te Pelena e Malia janë zona që ato lodhët ati burri që dëgjove, e disa lotë ka atje, është zona që u pret më së shumti, e disa të rinj nga ajo zonë kanë burg vlla. Nga kanabizimi po thua? Dhe këta që dalin që ta kuptojnë shqiptarët, edhe ato rrugët që u bën për fshatra, se e thatë shumë bukur në emision, u bën se do bëjnë investimet e këtyre, që u bën rruga Salaris vlla. Rrugët e fshatrave, urbanizimi, rindja urbane, rindja fshatrave, u bë, sepse dhe tokat i kanë marrë këta, o miku jep. Pra, Shqipëria, tu nuk është histori që Shqipëria, hajtë mos e ka i të korruptum, kryeministër, e po vjedhin taksat. Ore këta s'ka lënë tokë më. Ore merë Bregdetin, s'ka lënë tokë. Po, gjithë drejtorat kanë hotele. Hajde dhe Bregdeti se e kuptojmë, se ka dëtë vlla. Ore tokat e fshatrave. Fshatrat e Tepelenës i kanë marrë vlla. Njëre merë motra tërmetit, pastaj babaj dhe të lutem Flavio, ta kërkoj miqësisht, të lutem, a mundet të hyni të gjitha atyre drejtorëve të asaj bashkisë atje, sepse më kanë shkruajt aq shumë njerëz, dhe thonë, janë bërë të gjithë pronar me pronat e shtetit, lek pa fund, ndërkohë ata po vdesin për bukë. Me që ma përmëndë këtë brisi këtë mesazheve, më duhet të njoftoj publikisht se që nga